Imri japet për mua. Pse? Se ka punu bëllë mirë. Asë një fshat s'është pa asfaltu. Ka punu mjaft mirë. Përshëndetje, miq të emisionit 05, jemi në qytetin e Lipjanit. Jemi këtu për pyetjen, kush duhet i fitojë zgjedhjet e 12 tetorit. Ta shohim se si do përgjigjen qytetarët lipjanas. Jemi për emisionin 05, kush duhet i fitojë zgjedhjet në Lipjan si pas teje? Imri japet për mua. Pse? Se ka punu bëllë mirë. Asë një fshat s'është pa asfaltu. Ka punu mjaft mirë. Do me thonë si pas teje Imri Hameti meriton edhe 4 vite. I meriton për mua. Ka punu shumë, po thunë për fshatra. Në qytet? Qytet? Edhe në qytet ka punu. Edhe në qytet. Po duket. Nëse kryetari po e sheh këtë video, çka ishe thonë përmes kamerës tonë në këto momente? Kisha thonë veç vazhdo për në që shtu. Me vazhdu kështu. Po, Nëse të pës për përqindje, so përqendi i fiton si pas teje? po 50 e kalon. Mbi 50. Po. Në rregull, faleminderit shumë për përshëndes, kalo mirë.